Korporata elektroenergjetike shqiptare nisi të hënën shkarkime të kontrolluara nga hidrocentralet e Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës në kaskadën e Drinit, për shkak të rritjes së nivelit nga prurjet të shtuara pas rreshjeve të shiut e dëborës, që kanë përfshirë disa zona të vendit. Përpasoj niveli i lumenjve bun e Drin, sikurse edhe i liçenit të Shkodrës u rrit, ndërsa në zonën e Nën Shkodrës u rikthye problematika e përmbytjeve. Këto pamje vijnë nga Oboti, rruga kryesore e fshatit u bllokua pasi niveli i ujit arrin deri në 50 cm. Për të mundësuar transportin e banorëve, në shërbim u vun 2 kamion dhe 10 efektiv të forcave të armatosura. Përmbytjet u rikthyen edhe në Murshin të Fushkrujës, ku lumi i ishëm doli nga shtrati. Tokat janë në ujë dhe disa lagje patën vështirësi në qarkullim. Rreshtit e dëborës ndërkohë u rikthyen në zonën malore në veri e Perlindje. Rruga Bogtheth mbetet në ndikimin e rreshjeve, ndërsa qafa e Thorës është bllokuar për shkak të orteqeve. Në veri rreshtit e dëborës u rikthyen edhe në aksin Bajramcur-Valbon, ura e Bujanit Qafmorin, Fierz-Bajramcur, Kukës-Krum, Kukës-Shishtavec e Hani Hotit Vermosh. Në juglindje rreshje dëbore pati në akset Qukës-Qaf-Ploç, Korç-Voskopoj, Korç-Erstek, Erstek-Tre Urat. Në qarkun e Korçës u hasën disa problematika në rrugë dhe furnizimin me energji elektrike. Moti i keq ka përfshirë edhe qytetet bregdetare, ku kapiteneria e portit Vlorë ndaloi lundrimin për anijet e vogla si mas sigurie. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve, apel për kujdes maksimal dhe ndjekje të udhëzimeve të strukturave të emergjencës për të shmangur çdo rrezik të mundshëm.